Mirë se erdhët, jemi në këndin tonë të gatimit, ende jemi në lëvizje, sepse sigurisht është mëngjes, është një emision gatimi live dhe ne merrim ende me përbërësit apo elementet specifik që mund ta realizojnë këta hapësirë gatimi. Zonja Vjoca, po ja, unë kisha mushu këtë me ujë deri tani. Zonja Vjoca, unë i prezantoj publikun me anvisën tonë, do ta quaj anvis, por është një zë shumë i njohur radiofonik, është zonja Liliana Shanto, nuk e di se çfarë ju thot ky emër, sepse si zë kam përshtypjen se do ta njihni të gjithë. Mirëmëngjes zonja Liliana Shanto. Faleminderit që më ftuat. Do doja ta bërnim këtë përshëndetje sikur ishim në radiot e para që ju ishit një zë shumë i njohur dhe gjithmonë misteri le të them që i vesh zakonisht speakeret e radiove është zëri. Në televizion ka elemente të tjera, por ne do flasim shumë gjatë me zonjën Liliana, do bisedojmë shumë qoftë edhe për karrierën e saj. Faleminderit që erdhët një herë dhe që edhe ju që më ftuat, sepse kur jeni një moshë të tillë radhë të ftojnë, po unë kam pasur fatin, nuk e di pse, që të më ftojnë disa herë radhazi. Edhe na bëhet shumë qefi që të kemi sot këtu. Faleminderit. A mund të plotësoj diçka? Pim kafe me zonjën Liliana dhe biseduam si dy nëna, si dy femra, si dy që kemi kaluar etapa të ndryshme në jetë dhe pa folur fare, pa i rënë një temë, unë kam mësuar aq shumë nga zonja Liliana për 30 minuta. Është fat për ata që e kanë pranë. Faleminderit shumë. Dhe këtë fat e kisha unë sot me ju. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe një herë. Shiko, unë them që fjala që është ajo pika ku Arkimedi donte të vendoste levën të grinte gjithë botën, sepse është aq e rëndësishme. Është merr njeriu një energji aq pozitive. Tamam i shton jetën, kur i thon, dhe kur e vlerësojnë, atëherë ndihet akoma më mirë, sepse njeriu për atë rron. Për çfarë tjetër? Figura është e vërtet. Madje janë disa figura që kanë dhënë një kontribut të çmuar në mediat që cilat kanë njihen si pushteti 4 dhe sigurisht që kanë një rol të pazëndësueshëm në atë çka përcjellin. Dhe ju jeni një ndër ato figura, të cilat keni dhënë aq shumë për publikun. Nuk e di sa ju kujtohet vitet të paktën, ju e keni nisur karrierën tuaj që në vitin 1971 në Radio Tiranën, me emisionet të cilat i dedikoheshin fëmijëve, po reportazhe të cilat vetë koha i kërkonte sa nga veriu deri në jug të Shqipërisë, dhe më pas e ndërpret karrierën në 2006. Ishte me dëshirën tuaj njëra? Absolutisht, dola në pension, por pastaj më bën një kontratë, pastaj ndeta me honorar dhe kam vetëm 2 vjet që jam larguar, por pres që të filloj përsëri, sepse nuk ka sigurisht, sepse puna jonë është e para zëri, ti je ulur, dhe e dyta unë merrem me librat dhe do kisha shumë dëshirë që çdo gjë të bukur që kam gjetur në libra, dhe në libra ka shumë, dhe kam gjetur gjëra shumë të bukura, ti ndaja me të tjerët. Kaq. Ju më thatë para zëri, kurse unë do vija trurin në vend të parë, ju e keni këtë patent. Dhe me zërin plotësojni 100%. Publiku dashurua fillimisht me zërin e zonjës Liliana dhe më pas me ato çka përcillte, sepse shiko çfarë kemi gjetur. Nuk e di se çfarë komenti do të na bësh, çfarë nostalgjie, në çfarë vite do të çojmë ne. Por regjia do më ndihmoj pak me disa foto, se s'mund të ta nisim direkt në gatimin. Këtu jam në fillimet e mia, bëja emisionin për fëmijë, të më besoni që edhe pse kisha dalë me 10 në letërsi, më thanë do shkosh te fëmijët, dhe pik. Do me thënë ta caktonin punën të tjerë. Po. Tani puna është që të flasësh me fëmijët, duhet të jesh shumë e përgatitur, sepse ti ke krijuar një gjuhë tënde, vjen nga fakulteti dhe ke një gjuhë tënde, kurse fëmijët duan një gjuhë tjetër. Duhet i përshtatet me shumë vështirësi, se kam punuar dhe me kopshtet. Më pas u dashuruat me këtë botë? Sa e bukur është kjo shpreha. Të gjithë lindim origjinal, pastaj bëhemi kopje. Bëhemi kopje të prindërve, bëhemi kopje të shoqit, bëhemi kopje. Pra ndryshojmë dhe nuk mbeti shumë rrallë, njerëzit mbeten ato që janë. Sepse na ndryshon ambienti ku jemi. Këtu jemi në ambientet e punës dhe janë përgjithsisht bardhazi. Po, janë duke punuar me një zonë të nderuar. Prandaj dhe fëmijët i quajnë ëngjëj. Po.
kjo është shumë Janë ëngjëll pikërisht për këtë. Shiko, dikush më tha, për shumë, po flisnim për profesionet, kam gjëra kujtimi jashtëzakonisht të bukura. Ndoshta më të mbajnë të rije. I thashun, çfarë profesioni, çfarë do të bësh kur të rritesh? Ajo tha, mami im thot, unë duhet bëj mjeke patjetër. Po mua teta Liliana më pëlqen shumë të bëjmë rroba qepse. Po nuk më lë mami. Kjo tendenca e imponimit të profesionit nga prindrit, po është e gabuar, të paktën sipas studimeve është e gabuar. Këtu na i komentoni pak të foto se me zori kemi gjetur. Po, Agin Qiriaqi dhe Amalia Dhamo. Kjo është vllai im në fakt, po. Ata kemi bërë një si tip feste dhe unë i kam ftuar. Kam pas gjithmonë simpati për të dy, sidomos me Agin Qiriaqi, kam punuar shumë, e kisha dhe si regjisor të bëja një radio pralla, ishte prallë e dramatizuar. Përgjithsisht unë e shkruaja vetë dhe regjisor kisha vendosur Agim Qiriaqi dhe kemi pas një miqësi të jashtëzakonshëm atë. Si punohesh e më parë? Edhe çfarë ndryshimi ka puna në radio dikur dhe puna në radio sot? Ju keni kapur 2 periudha, ato dhe para shefi im, po. Në 71 shefi im ishte Reshat Arbana. Reshat Arbana ishte një njeri që na mësoi të punonim në grup. Na mësoi se si duhet të ndërhynim tek njëri tjetri, të dëgjonim punën e njëri tjetrit. Na mësoi se si duhet rinim të gjithë bashkë, na mësoi se si duhet, ja, Reshati është te fotoja përpara, ishte aty krajush, afër, ishte kryeredaktori i parë i emisionit tuaj. Po, përgjegjësi i redaksisë. Dhe nga Reshati kam shumë gjëra të mira. Ai kishte humor dhe përgjithsisht na krijonte një gjendje humori. Është shumë e rëndësishme. Dhe përpiqesh të nxirrte, po, na lavdëronte aty ku duhet dhe na kritikonte aty ku duhet për më shumë lezet. Unë nuk kam njohur më një shef ashtu, sepse ai përpiqesh të nxirrte nga ne më të mirën. Është shumë e rëndësishme të nxjerrësh më të mirën nga ai. Ja, Reshati është Ilia Shyti, këtu është Nasi Lera, është hap pak ti, është nuk mund të hap. Është Stavri Sharxhi, i cili ka qenë dhe miku im më i ngushtë. Dhe më se varet se si të presin, unë aty kam qenë sapo kam filluar. Dhe më pritën me kaq shumë dashuri, me kaq shumë dashuri të gjithë, se sa unë ndjeja veten nuk e di. Thoja, ku erdhi puna për të shkuar për të marrë parat, edhe unë u habita ngela shumë, pse merr dhe rro këtu? Se ka që isha e lumtur, nga gjithë shka që sa që u qondi. Sot e punohet këtu? Po, me gjithë në radio, kohët e fundit ndeta dhe i luta drejtorit më mbante, i thash mos më pagoni, s'ka rëndësi, po më lini ta bëj këtë emision. Jo, tha, nuk do t'ju hejta, nuk më pëlqen zëri juaj, e keni zërin të padurueshëm. Duhet t'i kni. Cili nga drejtuesit ka qenë? Është ky drejtori që është tashti, partjak pak. Është Zenela, ja, si e ka? Ndërkohë që një dikush zgjidhet me zërin dhe më pas largohet. Megjithatë ka ndryshuar koncepti dhe perceptimi që ka gjithë secili për punën në radio. Çfarë ka qenë radio? Si e perceptonit për ju? Çfarë dashurie, çfarë magjie ju falte ndryshe nga mediat e tjera, mediat e shkruara? Shiko, për mua unë i kam provuar dhe televizionin, kam dalë her pas here, por puna është që radio është magji, sepse pse e them këtë? Sepse ti mund të shtypësh vetëm një sus, atëherë tash nuk ka fare, ti e pa i shenjë, shtypën një sus dhe hapeshin mijëra veshje të dëgjonin ty. Atëherë ti kishe një përgjegjësi tënde. Do me thënë, duhet mbushësh e ti vetë që të zbrazesh, në kuptimin që duhet studiohet ti vetë, ti shë ti vetë shumë e përgjeshme. Tani, kur ti flet në radio, je gjithë shka, je dhe regjisorja e emisionit tënd, je dhe ajo që ke shkujtur, je dhe forcja, pra i bën të gjitha ti. Kjo është magjia e radios, kurse në televizion ti varesh nga shumë njerëz të tjerë, dhe unë në fillim në televizion nga kjo u lodha, sepse një kamerier një kameraman donte në atë çast që të shkonte të pinte një kafe, ose për djerë se kam këtë, merreshin fëmijët ishin lodheshin nga që prisnin këtë ose atë, nuk ishte një lloj disipline. Puna në grup është duhet të ketë një lloj disipline. Pikërisht e ka, është shumë komode. Kur na çuan për një eksperiment këtu më fal. Këtu jemi është grupi i madh, i plot, me gjithë aktorët i Rrugës me Pisha, radionovela e parë, të cilët nga BBC erdhën 2 specialistë për të na mësuar, dhe kjo zgjati 7 vjet, ishte një gjë shumë e bukur, ishte një radio
novelë e cila merrte shkas nga të gjitha problemet që kemi ne. Të gjitha problemet. Ne i kemi vendosur aty, i kemi treguar pra në një formë artistike, të gjitha gjërat të cilat ne na mundojnë, korrupsioni, prostitucioni, nuk e di, plot gjëra. Fenomenet e ditës. Fenomenet e ditës, të cilat ne kishim një vajzë e cila paguaj jashtëzakonisht mirë, e cila shkonte dhe merrte të gjitha këto problemet gjithkund ku ishin, njiheshe me probleme dhe na i sillte ne ose pastaj të tjerë përveç se kishin financim nga BBC-ja dhe nga Komiteti Evropian, gjithashtu ishin dhe shumë shoqata dhe të tjerë që na financonin për të trajtuar problemet që kishin ata. Për shembull, ta zëm problemi që kanë këto grupet me seks të ndryshëm, si mund ta quaj. Këta ne trajtuam gati, na thanë, neve duan të na i trajto, urdhëroni parat, duhet na bëni një 30 puntata, seri. Dhe ne i trajtuam ato, se si duhet silleshim ne ndaj atyre, se çfarë bote përfaqësonin ata, gjëra me një mesazh edukues. Një mesazh edukues, sepse asnjëherë, shikon, ne dashuria nuk vjen asnjë gjë e keqe. Është e bukur kjo. Shkëputemi për një hapësirë publicitare, haruan fare gatimin, do të nisim pas pak. Mirë se erdhët në programin tonë. Vazhdojmë të jemi me zonjën Liliana Shanto, por kësa herë do të flasim për gatimin dhe marrëdhënien që ajo ka me gatimin dhe me dietën ushqimore të përditshme. Çfarë ke menduar për sot? Zonja Vjollca e di, ju e dini, ne publiku nuk e di mende. Vjollca sa ka mësuar sot nga zonja Liliana, pikërisht për këtë. Për këtë që ka prur zonja Liliana, për këtë që zonja Liliana tha, unë kam dhe mish, kam dhe kështu, përdor mish. Shiko zonjën Liliana, unë shiko vetën. Po, dëgjoni zonjën Liliana se nuk keni të humbur. Po, rrofsh. Shiko, në fakt, për moshën që kemi ne tani, sa më pak të ham, aq më mirë është. Këtë nuk e kam vetëm timen, e kam parë në për emisionet të ndryshme, dhe mirë është të përdorim sa më shumë perime. Jam kthyer 3 çerek vegetariane, shumë pak mish përdor, shumë rrallë. Duket nga fiziku, keni mbajtur një fizik kështu, një staturë që nuk ka shumë dallim nga statura që ne ndoqëm edhe përmes fotove në kohën që ju keni punuar si gazetare në radio. Apo jo, zonja Vjollca, tu do ndryshim? Jo, nuk ka dallim nga një 35 vjeçare që shkon palestër. Këtë desha me të thënë, unë i bie shkurt. Edhe unë jam gjyshe. Po ju jeni gjyshe shumë mirë. Tani unë do marrë atë nxjerrën pasillte se nuk dua të harxoj kohë, dua që më tepër të flas, se sa të gatuar sot. Është e fiksuar pas mënyrës së gatimit dhe produkteve që ajo zgjedh për të gatuar. Po, në fakt sa më shumë perime dhe përgjithsisht të zjera ose të pjekura. Tani do t'i fusim të gjitha këto, unë i themi me radhë gjithë përbërësit njërë. Po, të gjitha këto do t'i fusim këtu në mënyrë që t'i japim të paktën 10 minuta të zbuten, të zihen. Për të bërë tavën, e cila bëhet bashkë me beshamelin, e cila bëhet tavë me këto perime të gjitha që kemi zgjedhur, por kur më mërzitet kjo që t'i kemë përsëri, po këto, unë i miksoj, i frulloj, i bëm një krem. Po, e bëjmë në formë supe. I vendosim në blender, tani s'kemi që bëjmë këto njëtet që ne blejmë, këtë emër kanë. Nuk janë prodhuar në Shqipëri, dhe ne me këtë emër do dalim, kështu që në një grirse, në një frullator, në një blender. E rëndësishme është që zonja Liliana i kthen nga gjendje që janë kështu, i kthen në pure. Në pure. Dhe po, në pure. Ndërkohë ti hedhun mënyra tjetër mund të jetë vazhdo fol se i hedhun hiç fare. Vetëm fol, i hedhun këtu. Po, tashti, shiko, në fakt ne jemi si ato sobat, dhe ushqimi është drut që i hedhim sobës. Përderisa ne tani... E keni dëgjuar ndonjëherë këtë, dëgjoni. Përderisa ne jemi vjetruar, soba nuk mban shumë. Kështu që sa më pak edhe sa më ashtu... Në besoni që kam mësuar sot. Nga soba me dru janë soba me korrent. Mund bëhet dhe ky paralelizë. Ne soba mbledhemi gjithsesi... Zonja Liliana s'bën dhe shumë e në pis. Nuk do gjojmë shumë ava sot. Ne kemi avën, shifeni, janë aromave të ndryshme, me fruta të ndryshme. Edhe një qikryp këtu? Unë preferoj këto për shembull, për veten time. Po, i hedh pak. Këtë ngjyrën lila e preferoj më shumë me boronicë. Se unë i hedh edhe beshamelit pak. Po. Dhe e vendosim qepën, jo, nuk e vendos këtu, a? Jo, në fakt, edhe qepën e vendos aty, sepse nuk duhet që të më
vendos edhe fjetën. Të gjithë perimet. Të mos e ndjej. Erën, Nëse shumica prej nesh jemi mësuar që shpeshherë i ka urdisim, le ta themi kështu se i kalojnë pak. Absolutisht, nuk e përdor këtë mënyrë. Përgjithsisht i përdor kështu të zjera, tava. Juve që keni dhe dietologe, të shkëlqyer. Këtë recetë do t'ja u sjell përsëri, përsëri se do ta harroni, ju harroni nga emocionet duke dëgjuar zonjën Liliana siç unë sot, dhe është një recetë për dietë, kishim ftuar dje me që. Kishim ditën e dietës, po. Sa minuta kalojmë në sopë? Po, se varet nga lloji i sopës që kemi ju, po përgjithsisht. Kjo është shumë e shpejtë për shkak. Kjo është e shpejtë. Atëherë ndoshta do 10 minuta ose çerekore? 10 minuta. Jo, shumë çerekore, më pak. Mirë, 10 minuta. Pasi këto të kenë marrë një vaj, ne do t'jedhim të gjitha siç janë apo ta hullojmë? Pastaj unë bëj beshamelin, që i kemi këtu, bëjmë beshamelin edhe pastaj shtroj një pjesë, pasi e lyej pak me vaj, shtroj një pjesë e kulloj, shtroj një pjesë me këto që janë pak të zjera, pastaj vej pjesën tjetër beshamel, pastaj përsëri kështu. Por një ndryshim, zonja Liliana e ka pas bërë beshamelin me qumësh, tani e bën me lëngun e perimeve. Është kështu? Po. Sepse perimet kur zjejnë kalojnë një pjesë shumë të madhe vitaminave në lëng dhe është gjuna që atë ta hedhësh. Pastaj unë jam një çik alergjike nga laktoza e qumshit dhe kështu që më mirë me këtë. Dhe një mesazh i mirë dhe për ata që të cilët kanë këto beshamelin dhe ta them unë pas tuave, e bën me vaj altis dhe gjalpin vitamina het pak fare. Po, sa përshije në fund. Tash mirë? Se unë e bëj me gjalp. Dgjoj, ne kemi 10 minuta kohë për të pritur për të zier perimet. Kështu që unë di që ka edhe një recetë tjetër, se po ma bëjnë me sy ato produktet që janë aty tek Ariga. Kështu që mund t'i prezantojmë pak duke i sjellur. Po, patjetër. Në fakt ne kemi menduar ose më mirë unë kam menduar për një kështu një sallatë të thjeshtë. Për shembull, po shumë pak, ja se ka dhe dy përbërës të tjerë, dy karota dhe një patate. Sërish perime dhe sallata. Përsëri, po. Sa më shumë perime të ketë, aq më mirë është. Unë i përdor shumë. Nga këto anvisat të cilat kombinojnë edhe perimet edhe me fruta, për shumë në sallata, portokalli, molla, dardha, që përfshihen shega. Po, është shumë bukur, po është. Këto i bëjt zakonisht tonë të djelë, sepse ditët e javës nuk para. Kam shumë pak. Me brumrat me ëmbëlsira si ke marrë? Jo, fare. Jo, është e kotë. Për arsye se unë jam diabetike dhe nuk gatuaj fare ëmbëlsira. Megjithatë, zonja Vjosa na ka sjellë dhe ëmbëlsira për personat që vuajnë nga diabeti. Për shembull, ka patur disa ëmbëlsira me kungull, duket, një kek me kungull, të verdh. Me kungull të verdh. Di vendin te Ballkanuebi mund t'i marrësh gjitha recetat. Sa mos më bësh pista me çik. Po, bukur do që. Bukur do që, faleminderit. Ne do ta nisim recetën e dytë. Derisa të presim të zjejmë perimet dhe më pas sigurisht do të vazhdojmë ta zhbirojmë pak sa zonjën Liliana me eksperiencën e saj radiofonike. Po, tashti unë këto i... Kanë zjerë pak më shumë. Po, kanë zjerë, por nejse gjënë. Janë të nxehta ende, po i lam një qik. Tëftohen një qike, po mi që ma kërkoj tani dhe unë nga dëshira për të marrë pjesë. I bëj të vogla, nuk i bëj shumë të mëdhaja. Shumë mirë. Edhe shtrydh limonin. Të ndihmojmë në limonin? Ja, të ndihmë këtejmë në ki, se... Unë kujtova se do ishte në pjesën e dytë edhe nuk do ashtu, se do t'i kisha bërë gati. Ja, me ndihmën e kësaj, vendosim në një pjatë nga që kemi kohë për të rumbullake. Një pjatë rumbullake aty në ki. Një rumbullake? Po, të madhe, po e vendosim në qendër aty dhe jemi në rregull. Kam mësuar shumë... Aty e vëm kur t'na përfundoj. Po, në fakt, gjysë e përfunduar është kjo sepse... Janë gati paka shumë për bërësit të zjera. Se me që kjo është salatë... Si quhet kjo sallatë me perime? Sallatë me perime, po. Mund të hedhësh çfarë të duash, mund të bësh lloj-lloj perimesh të tjera, nuk ka problem. Ti jem vetëm këto, unë zgjodha këto, sepse e bëj në lloj-lloj formash. Me panxar mund ta bësh me formash. Edhe lule lakër e përdor për sallatë. Po, panxari, lule lakra ishin 10, një nga
10 ushqimet e dimri që duhet përdorur, besoj se e keni ndjekur intervistën që realizua me dietologen ton, këshillat që dha për gjithë këto përbërës. Ullit, mi ka zgjedhur dhe me kështu, me ngjyra. Tash kjo ka pak ujë, më tepër edhe për kështu unë i pëlqej ullit shumë dhe ne që jemi diabetik mirë është të përdorim ullit jeshil. Kështu që mendoj që këtë jeshil nuk e di pse kanë janë më pak të kripura. Jo, duhet jeshil sepse si duket në përbërjen e tyre ka diçka që ne diabetikëve na ndihmon. Ju ndihmon për ta. Kurse të tjerat jo. Për shembull fasulja. Fasulja unë nuk duhet ta ha sepse ma ngre shumë sheqerin. Por fasulja që është shumë e kuqe, shumë e kuqe, e mata dhe më doli jashtëzakonisht mirë sheqeri. Pra fasulja e kuqe është e mirë për diabetikët. Fasulja e kuqe dhe ullit jeshil. Dhe ullit jeshil. Me diabetes shumë perime. Shiko, në fakt çdo trup është unik. Ajo që më bën mirë mua s'të bën mirë ty. Qoftë dhe te diabetikët, te çdo lloj sëmundje. Prandaj mirë është që kur ti merr një ushqim, me një herë mbas 2 orësh ta shikosh veten tënde, se çfarë unë e provoj sheqerin, ka ai në organizëm. Pikërisht. Sepse po të shikosh librat që jipen për diabetin, thuaj që diabetikët duhet përdorin këto. Shumë nga ato mua më bëjnë keq. Po. Pra gjithmonë duhet të bësh provën. Lidhet me grupin e gjakut, për shembull? Lidhet me grupin e gjakut, unë jam grupi B, në qoftë se unë dua të dobësohem, dhe jam dobësuar vetëm duke i lënë pak bukën. Grupi i gjakut e ka, bukën e ka kështu, dorë me një. Në qoftë se largoj bukën, unë halloha. Dhe një çfarë grup gjaku jeti? 0 pozitiv. Qenë si puna ime. Po buka për 0 pozitivët? Jo, nuk është, është normale. Jo, nuk është normale. Nuk është, unë e di që është normale. Jo, bile ne do të ham një miell nga gruri i mbirë që në mos zgaboj, quhet miell Esaon ose Ese diçka e tillë. Në fakt të duhet të ham dhe ne. Dhe nuk gjendet pa po dhe ne jemi të veçantë. Në rregull. Shiko, kam filluar perimet këtu në tenxhere në sopë për të zier, do t'i lëm pak minuta sa ato të zbuten dhe bëjmë një shkëputje publicitare, është momenti të falenderojmë sigurisht gjithë bashkëpunëtorët e emisionit ton, për t'u rikthyer më pas dhe për t'i përfunduar të dyja recetat. Mirë se erdhët në program, në hapësirën tonë të gatimit, sikundër e keni ndjekur dhe në pjesën e parë, vazhdojmë të jemi me zonjën Liliana Shanto, zërin e njohur radiofonik, gazetaren, e cila përmes nostalgjisë që do të vazhdojmë të flasim edhe për atë periudhë, por edhe mënyrën se si ajo e percepton sot, qoftë edhe kohën e lirë, hobet që mund të ketë çdo individ, do të përfundojmë menjëherë me të dyja recetat paralele të cilat i nisëm. Them ta filloj me tavën, sepse recetën e sallatës e shoh që e përfunduat edhe gjatë kohës. Ti heqim këto. Jo, shiko, meqense e përfunduam dhe njerëzit e shikojnë, atëherë çfarë më ka mbetur pa i hedhur akoma? Vetëm kjo lëngu i limonit. Duhet i jep shumë shije dhe lezet dhe pak vaj ulliri. Sepse shiko, lumata që e kanë, sepse lumata që e kanë artisi në shtëpi. Sepse vaj ullirit është shumë i dobishëm për të gjithë. Për gjithë. Për të gjithë. Për vlerat që... Sidomos për ne diabetikë, se unë gjithmonë më të rejqë kraba nga vedja, ne duhet ta përdorim jashtëzakonisht. Është e vërtet. Për çdo gatim, madje. Po një çik tavën të hedhësh vaj? Gatim. Po. Një çik vaj të tavën? Tashti, me që kjo mbaroj, atëre, po, një çik tavës, fare pak. Unë përpiqem të jem ekonomitare dhe ta lëviz tavën kështu në mënyrë që ta marrin nga të gjitha anët. Se ashtu s'të lëvërdis ta mbushësh sa më shumë. Tashti, unë i hedh një pjesë të këtyre. Një shtresë. Të perimeve të cilat kaluan në një vaj të lehtë. Tikute 9-10. Pra dhe njëherë, në qoftë se ju doni ta bëni tavë dhe mos diteni ta bëni diçka tjetër, po këto perime ose perime të tjera mund t'i shtoni, atëherë juve mund ta bëni njëherë tavë dhe njëherë mund ta bëni supë. Në qoftë se keni ndërmend të bëni diçka tjetër, ta zëm nuk e di një gjellë tjetër, por duhet edhe një supë. Dhe sidomos të shtunave të diellave, se ne nuk para përdorim nga 2-3 gjellë, me thënë të drejtën, ha? Po një gjellë, por ama një të shtunë, një të diellë që përdor, mund të bësh një byrek ose një gjë tjetër, edhe një supë është gjithmonë e mirë, është e mirë pritur, dhe mund të përdorësh po të njëjtat gjëra. Me perime për shembull. Do ta bësh me shtresa apo vetëm me shtres? Ja, këtë tashti, dhe do të hedh beshamelin, të cilin do ta bëjmë ndryshe nga herët e tjera. Po, në fakt unë hedh vajin. Ke pllaka e mesit vendosën. Vendosë ke pllaka e mesit, se ato kemi të hapur dhe që është më shpejt. Po, shumë e shpejt. Hedh i keni bërë gati. Dhe e përzijej.
Beshamelin të gjithë din ta bëjnë, nuk është një gjë që ju jam mësoj unë, po ndoshta... Po jo të gjithë din ta bëjnë me lëngë perimesh, si që është... Po, pikërisht, sepse sot ta keni kur diçka të re. Mirë është me lëngë perimesh. Shikon përpara edhe unë e hidhja lëngën e perimesh, shumë e gabuar, shumë e gabuar. Kur mund të bëhet me lëngë perimesh dhe jo me... Mund të bëhet një lloj supe tjetër që se keme perimesh, por ke lëngun. Mandje më kanë thënë që edhe këtë e kam mësuar në Gjermani, se vajza është e martuar në Gjermani, dhe ata nuk e hedhin asnjëherë lëngun kur kullojnë për shembull makarona, por e përdoren për supa të ndryshme. Po, është vërtet. E lidh supën, sepse edhe ne për të lidhur një salcë makaronash, marrim nga lëngu i makaronave. E shikon ta? Kurse deri tani sekreti që bëhet ajo lidhja. Do ta trazosh përsëri me këtë që mos vjen. Po, desha të sa do kaloj. Se më duket se po valoj nga një herë, por kur e shikoj që valoj mund t'ja hedh edhe këtë, s'ka shumë problem, që edhe të mos vonohemi. Tani është momenti që ajo trazohet apo jo dhe që mos bëhet me kokriza. Ata shohim, mos bëhet me kokriza. Shiko, është magji gatimi. Sa ke folur fare, po është magji. Është magji gatimi. Shiko, unë e kam mësuar shumë e vonesë gatimin, por e shikoj që është magji dhe ndjek her pas here, jo vetëm zonjën Vjollca, por ndjek edhe këto që jepen guzhinjerë të huaj që shkojnë në vende të ndryshme dhe marrin eksperiencë. Shumë e bukur. Është jashtëzakonisht interesante, dhe them, është antistres. Sa gjëra shumë mund të mësoj njeriu dhe sa gjëra të bukura mund të bëj me duart e tij dhe me mendjen e tij. Po unë kam mësuar shumë nga ti, po ti mësove gjëra nga unë? Mësova shumë, jashtë më tepër mësova unë, sepse shiko, nuk jam në një anviz kush e di se çfarë, me që kam një hobi tjetër nga kjo, të gabuar e kam. Ndoshta jo se këtë gabuar e ke shumë të mirë. Të flasësh që hobi i tjetër i Një krip do të hedhësh aty? Libri, ja ku e ke kripën? Është libri hobi tjetër, nuk besoj se është e gabuar. Në një kohë kur lexueshmëria ka rënë shumë. Dgjoj, ti je gazetare në radio. E kam për gjithë gazetarët në radio, të cilët hapin atë dalin më mirë ose televizionit dhe fillojnë të flasin që kemi si duket ose muhabetet të tjera të cilat nuk i intereson askujt. Radio televizioni është mirë që kur ti flet, dikush të mësoj diçka. Është prandaj për këtë ti duhet të mbushësh dhe tërë jetën time jam përpjekur që të lexoj sa më shumë dhe nga shumë fusha, jo vetëm nga diçka, në mënyrë që të jem e përgatitur për këtë, kupton? Është duhet ta bësh. Sa unë në ditë lexon zëni Jena? Të them të drejtën tani që unë jam në pension, po, tash që jam në pension, kam kohë gati gjithë ditën të merrem paraditet, 3-4 orë dhe e quaj kështu sikur shkoj në punë, se unë mbaj dhe shënime, aty po ta shikoni kam bloqe, çdo gjë të bukur që unë gjej, dua ta përvecoj, sepse nuk kemi aq aftësi që ti mbaj mend të tëra, po kur i ke të shkruar në blok, atëherë ato janë përgjithmonë të tua. Dhe lexon pas hyze. Shfrytëzon dritën natyrale për të lexuar. Kjo është. Unë kam shumë shoqe të mira dhe i përshëndes dhe i dua që të gjitha, por nganjëherë në mëngjes jam me zën duke lexuar dhe i them më mirë këtë pjesë ose nganjëherë them më mirë sot do shkoj të bisedoj. Ju marr dhe receta, i pyes për shumë gjëra, se jo të gjitha kanë dëshirë që të flasin për librin. Megjithatë, ama flasim për brezin tuaj që nuk e ndan librin nga dora dhe ka shumë madje. Po të rinjt lexojnë sot? Shiko, njëherë kam thënë që të rinjt nuk lexojnë, dhe në fakt nuk lexojnë. Tash gjithkohon merren me chatojnë, ku diun merren me Facebook. Është koha, është një kohë tjetër e cila mua më ka lënë mbrapa, po ta kapësh nga kjo anë më ka lënë mbrapa. Ishte BBC-a që më detyroi të merresha me kompjuterin sepse as atë s'kisha për ta mësuar. Ka ndikuar interneti edhe në ndoshta zbehjen paksa të radios si media? Gjithmonë, kur doli televizioni thanë, radio tani vdiq, nuk vdiq. Dhe kur dolën tani kjo internetit thanë përsëri, radio vdiq. Asnjëherë s'ka bërë vdekur. Sepse radio është një gjë që nuk të lodh. Ti e vë radion aty ku e do dhe merresh me punët e tua. Ajo flet për ty. Mund të jesh në magazinë. Komplet. Ajo nuk ka ajo, kurse çdo gjë tjetër do një impenjim tëndin. Do të merresh vetëm atë. Të merr kohë. Të merr kohë. Pra s'ka për të vdekur. Ta tani me qenë se mbaroi beshamel. E sillim këtu tenxherën. Po, këtu. Po. Dhe ja, kemi garuzhën. Mbaj këtu. Samir nuk u bë fare as me
Me çfarë? Me kokriza. Po nuk e lë vaj, ndyra nuk e lë të bëhet me kokriza. Ashtu. Gjyqe se dhja. Vezin javës sipër apo e vendos të brenda? Au! Jam kaq e hutuar. Po je Shiko, jam me librin, Më ndodh edhe mua me Nikin kjo, mos u mërzit. Më ndodh shpesh. Më ngacmon Niki mua, në një moment të gabuar dhe unë tak harroj kripën. Utuam edhe ne, po zonja Vjollca ishte më vigjilente. Gjithmonë gjalpi i jep edhe e lidh më mirë, besoj, e bën pak më dhe më... Jo vetëm gjalp, edhe veza, i jep... Përveç që është edhe më vitaminoze, pa tjetër, po i jep ngjyri, i jep tjetër shije. Merr proteinën, plotson atë pjesën e mishit. Ashtu është. Ja. Të kam dëmuar shumë. Jo, më ke dëmuar dëmuar menuja e zakonisht. tavës me perime dhe me beshamel, gjithë përbërësit mjafton çfarë perimesh ju të keni. Zonja Liliana ka zgjedhur një tavë me këto perime, 2 patate, 2 kunguj, 1 speci kuq, 1 speci jeshil, 2 karrota, 300 gram lule lakër, 1 qep, 2 kokra vezë, 500 ml lëng perimesh, 2 lugë gjelle miell, vaj ulliri altis, gjalp vitam. Një kombinim perfekt për ta vendosur tashmë në furrë të gjithë këtë tavë. Po, sa minuta ta lëmë në furrë këtë? Varet se me ç'gradimeve, unë e li 15-20 minuta. Në fakt unë e shikoj her pas here. Në momentin që ja merr një kore kështu të bukur, sepse të gjitha janë pothuajse gjysë të gatuara dhe mendoj që mos të bëhen brumë. Të jenë pak al dente se ruajnë vlerat ushqimore e gjithë, kështu që nuk duhet shumë. Për 10 minuta sa të zëra të pjesën e kores, ja, mund të flisni ju se këtë pjesë? Po, ne ta përfundojmë. Jo, ne do flasim edhe përmes asaj çka na përcjellin dhe na sillin në kujtim fotot, kështu që kemi një tjetër foto për ty zonja Liliana. Shife pak. Kjo është një nga fotot më të bukura që kam, jo se kam dalë buzë, si jam fotogjenike fare, po për mikun tim Stavri Shargji, që e kujtoj gjithmonë me nostalgji, sepse tashti puna na ka ndarë, mosha na ka ndarë. Megjithatë takohemi shpesh, edhe me gruan e tij afërditën. Këtu jemi përpara zyrës tonë. Jemi në hallin e radios, jo hall, si quhet ajo, që janë gjithë xhama dhe kemi dalë për jashtë, dhe shpesh rrinim aty. Shiko, është një nga miqtë e mi më të mirë që kam pasur në radio. Këtu po shikonim si për dikush po kalonte, sepse ti mund t'jesh poshtë dhe shikon deri në katin e 4 se kush kalon. Po. Kjo është një foto spontane apo? Kjo është një foto shumë spontane, ne nuk e kishim mendje fare që po dilim aty dhe u gëzuam shumë kur na e dhan, sepse fotografi po. Sepse ka qenë edhe një revistë radio televizioni. Edhe ai na i bënte të gjitha këto foto. Shiko, është shumë e rëndësishme të kesh një mik të mirë në redaksin tënde. Unë të gjithë i kisha mik, po Stavri ishte i veçantë. Kupton sepse dinte të ishte mik. Ka patur, le të themi, këto xhelozit, intrigat që zakonisht rëndom ndodhin në media? Pse e cilësoj Stavri, se unë edhe të tjerët i kam dashur shumë, po tamam si Stavrin, po puna është që nuk më janë përgjigjur ashtu. E kupton, dhe kjo e ka bërë që ai të mbetet i vetëm. Se kam përshtypje që këto element që ne përmendëm, jo xhelozia, jo ambicia, kanë qenë më të pakta ato periudhë, sepse ju nuk kishit me këtë ndjeshit konkurrent, xheloz, sepse ishte një radio, ishte e monopolizuar. Kurse sot ka shumë radio, ka shumë televizione, konkurenca është më e madhe. Shiko, puna krijuese ka këtë. Ti e krijon punën tënde për 1 orë dhe pastaj pjesën tjetër e ke që duhet merresh të mbushesh, kupton? Njerëzit merren me fjalë. Fillojnë të ngatrojnë njëri tjetrin. E kemi qiks dhe si hobine. Këto kjo dëmton punën. Ka dalë edhe është dhe e bukur. Ka dalë shumë e bukur me ngjyra. Zakonisht i vënë pak. Në të njëjtin vend është kjo fotoja, shife pak, meqense vazhdojmë të sjellim kështu si nostalgji. Nasi Lera, që është mbas meje, është kujtimi Meri, njëri shumë i nderuar, është Xhezaira Bazi dhe Mine Prençi. Të gjithë ishin pjesë e ekipit? Jo, këto janë të redakcisë kulturës, po unë rria shpesh pa ata. Sepse dhe ju emisionin e kishit të drejtuar... Jo, shiko, mua më kishin vërë redaksinë e fëmijëve, po kjo nuk do të thotë që unë kisha mbaruar me 10 në letërsi, po atë punë më caktuar, në kupton? Kjo s'do të thotë që s'kisha dhe interesat të tjera, dhe kështu që rria me të gjithë. Ju bëni shpesh edhe këto reportazhe, zonja Liliana, me fëmijët në vende
në zonat të ndryshme të Shqipërisë. Ne bridhnim gjithë për të njohur realitetin. Ne bridhnim gjithë Shqipërinë, sepse në fundit ishim radio kombëtar dhe ashtu duhet jetë dhe radio sot. Dhe zëri duhet të ishte në çdo cep të Shqipërisë. Patjetër, kam të përfaqësohesh e gjithë Shqipëria. Në Skajin në Vermosh, kam shkuar në Theth, kam shkuar për të marrë fëmijët e Thethit. Kam shkuar në fshatra shumë të thella, Dom Gjon, Firr. Kupton, majtofonin 10 kilsh në kraj, ishte 10 kile, dhe shkonim i merrnim të dhe ditë flas për shkakun që fëmijët e Beratit ishin shumë të talentuar për të kënduar, edhe të Durrësit. Kurse tërë fëmijët e Bregut ishin shumë të talentuar në matematikë. Kjo ka të bëjë dhe me të kaluarën. Po, edhe zbulonit edhe talente të ndryshme, po e vendos tavën. Po, fëmijët e Veriut për shembull ishin, sidomos Tropoja, ishin shumë të zotë në vizatim. Sepse kam shkuar kaq shpesh dhe i kam parë këto ditë ta them këtë. Do ta bëni këtë punë sërish sot? Do ta bëj, sepse është shumë nuk është aq e lozme nga që unë. Është dhe kënaqësi në fakt të njihesh edhe me fëmijët. Është shumë kënaqësi. Nga Veriu në jug të Shqipërisë. Po e vendosim tavën me perimet në fund. Nuk janë si një herë një kohë. Nuk janë. Ja të lutem. Nuk janë, sepse atëri kishe shumë kontrole, shumë, tani ka dalë dhe kopshe private. Madje kam bashkëpunuar me një kopsh privat. Disiplina në shkollë atëherë ka qenë shumë e madhe, dhe po edhe në kopsh kontrolloheshin shumë, duhet mbanin ditare, duhet të punonin me këtë, me atë, punonin jashtëzakonisht. Kishin ngritur grupe artistike, madje një nga këto kopshtet këtu kishte ngritur një grup cirku. Shiko sa duhet punone në edukatore. Ishte e vështirë për një femër, ju ishit e martuar atë periudhë? Ishte dhe me fëmijë, kam përshtypjen. Ishte e vështirë ta bëje këtë punë? Shërbime të jashtëzakonshme, kur kishte festivalet e fëmijëve 15 ditë ishim, caktohesha për Jugun ose për Veriun 15 ditë në majtofon në krah dhe ndiqja të gjitha festivalet e çdo qyteti që bëhet. E kuptoj, ishte pak edhe vështirë. Folën fare për familjen tuaj, sa fëmijë keni? Jeni dhe gjyshe thatë. Po, kam 2 vajza. Jemi të martuar në Gjermani, tjetra është këtu, edhe ajo martuar, të dy janë të martuar. Edhe bashkëshorti, ju jetoni vetëm me bashkëshortin? Po. Ne i përshëndesim edhe familjarë, o ta mbyllim këtu, nëse kemi dhe një foto të fundit, kam përshtypjen regjia, o ta vendosë edhe këtë foto për ta sjell... Më kanë dëmtuar një çik këtu, po jam edhe nasnanën, dhe ai po më dekoron, është një dekorata e dytë që kam marrë, dhe mund të them që dekorata e parë ka qenë se unë kisha bërë vetëm 2 bisede në Tiranë dhe të gjitha bisedet e tjera i kisha bërë në Porrethe. Ka shumë rëndësi kjo. Terreni është sigurisht ajo dhe është dhe një sfidë, është dhe një sakrificë, është edhe ama përcjell shumë gjëra. Për ta njohur në çdo cep situatën, realitetin, aq më tepër kur kjo përcillet vazhdimisht. Keni një mesazh? Mesazh? Për ta mbyllur? Një mesazh për edhe duke përfshirë edhe pak të leximin, se e di shumë që keni shumë libra, që nuk keni lënë libër në panajir pa e... Bleva 23 libra, po 23 libra. Po sepse kësaj radhe panajiri dhe i falenderoj ata, se dhe mos bota shqiptare tjetër, i kishin nxjerrë me 50% ulje, dhe kishte libra jashtëzakonisht mirë. Bleva të editoria, e kam mik atë se kemi qenë bashkë në një redaksi. Ju niseni nga autori, besoj, nga titulli, nga tematikat që trajtohen. Po, natyrisht, dhe kjo vjen edhe çfarë libra kryesisht lexoni? Tani lexoj histori, analizë, psikoanalizë, lexoj filozofët të ndryshëm, nuk jam më te romanet. Lexoj dhe romanet. Është çdo gjë me faza, për shembull kam lexuar John Grisham. Më pëlqen jashtëzakonisht me avokati është marr ai, edhe sjell disa ngjarje jashtëzakonisht interesante. Të gjithë librat e tij janë bërë filma në Hollywood. Më pëlqen për shembull Mario Puzo. Të gjithë ato që janë përkthyer tek ai i kam lexuar. Aktualisht çfarë keni në dorë? Habitur i çuditë, po kam lexuar një libër për astrologji. Astrologjia është nëna e vjetër e astronomisë. Edhe tani të gjithë po kthehen përsëri tek astrologjia. Më përpara kanë quajtur diçka, feja, më duket se Descartes ka qenë që e kanë ndarë fenë dhe filozofinë, e kanë ndarë dhe ato shkuan të dyja kështu, në këtë formë, u ndanë. Mirë, po tani ka ardhur koha që të dyja po bashkohen. Dhe po shikojnë që shumë gjëra në Bibël, sidomos në Bibël, janë të vërteta, ose në për legjenda. Një legjendë, për shumë, bërthamën duhet ta ketë vërtet videj në kohën tonë. Dhe është vënë re që këto legjenda janë vërtet të vërteta. Ta zëm nga legjenda u nis Shlimani për të gjetur Trojen. Kupton? Se në fundit të gjithë thoshin,
Homeri është një prallë, lufta gregore, është një prallë etj. Ai u nis me ato, ato ishin legjenda. Ka një bazë kryesore. Ka një bazë dhe ai e gjeti këtë bazë. Të tilla janë legjendat. Dhe tash njerëzit po kthehen përsëri te kjo dhe po e shikojnë Biblën me një sy tjetër. Sepse në fund ato janë histori të treguara nga njerëzit. Po është e vërtetë dhe për ato që po ndodhin. Ne të falenderojmë shumë që na kënaqe sot. Falenderojmë shumë dhe të urojmë ditë të mbarë, ka shumë energji sa ke ti përcjellim kështu vazhdimisht me njerëzit. Unë do thoja kështu, njerëz do me thënë, përpiqemi të gjeni në jetë një qëllim. Një jetë pa qëllim është e vdekur. Kupton, unë kam dëshirë të punoj akoma. Gotja thoshte, unë jetova sa punova. Kupton, njeriu duhet punoj qoftë edhe kam zili zonjën, kam zili ty. Do doja se unë kam akoma energji, të gjithë kemi energji, por nuk duhet ta lëshojmë veten. Nëse e lëshon, atë e vërtet i plakur, atëherë ke marrë fund. Është një mesazh shumë i bukur për të gjithë ata që na kanë ndjekur, për gjitha anvisat, tava vazhdon të jetë në furrë, nuk besoj se ta nxjerrim për minutat që ajo duhet të kalojë aty për t'u pjekur. Ne ta shijojmë këtu bashkë me zonjën Liliana dhe me zonjën Vjollca dhe me të gjithë ne që duam të provojmë perimet edhe të marrim mesazhe të mira, të vazhdojmë të bisedojmë me të. Falenderojmë që na keni ndjekur gjitha anvisat, gjithë publiku, veçanërisht ata persona të cilët kanë çfarë të rrëfejnë për të kaluarën e tyre. Shikim të këndshëm në vazhdimsi në News 24. Mirupafshim. Mirupafshim. Faleminderit zonja Liliana. Faleminderit ju që më ftuat.